Analisti Shkëlzen Gashi thotë se balotazhi në Prishtinë dhe Mitrovic nuk është thjesht zgjedhje lokale, duke vënë re se sipas tij, aktorë me precedent kriminal janë mobilizuar kundër kryeministrit Albin Kurti. Në vijim postimi i tij plot, të gjithë kundër Albin Kurtit, kam qenë totalisht i dezinteresuar për zgjedhjet lokale 2025 për shkak të dëshpërimit me pothuajse të gjithë kandidatët që i pata mbështet në zgjedhjet lokale të vitit 2021, për Parim Rama në Prishtinë, Bedri Hamzë në Mitrovic, Feriti Drizi në Vushtrije me radhë. Këto ditë fillova me e përcjell pakës balotazhin, sidomos në Prishtinë e në Mitrovic dhe definitivisht këto nuk janë zgjedhje lokale, e pabesueshme se si që kanë grumbulluar të gjithë kriminalët kundër Albin Kurtit. Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka mbërritur në Hag për një vizitë zyrtare në Holandë. Sipas një njoftimi nga Ministria për Punët e Jashtme, ajo do të pritet nga homologu i saj holandez, David van Vel, me të cilin do të firmosë edhe një deklaratë përbashkët për fuqizimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në kontekstin e mbështetjes për integrimin evropian të Shqipërisë. Në këtë takim, Spiropali do ta falenderojë ministrin e jashtëm holandez për rekomandimin pozitiv që qeveria e tij ka dërguar në parlament për çeljen brenda muajit nëntor të grup kapitullit të 5 të negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë. Takimi gjithashtu do të shërbejë për të diskutuar mundësi të reja bashkëpunimi në fushat e ekonomisë, sigurisë dhe shkëmbimeve akademike. Gjatë vizitës së saj, ministrja Spiropali do të vizitojë edhe ish presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, në institucionin e paraburgimit të gjykatës speciale. Ajo gjithashtu do të mbajë një leksion të hapur në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Hagës, ku do të bisedojë me studentëve akademik të programit të studimeve europiane mbi agjendën e reformave dhe standardet europiane për Shqipërinë që po ndjek aktualisht. Vizita do të përmbyllet në ambientet e ambasadës shqiptare në Hag, ku Spiropali do të takohet me rrjetin e profesionistëve të rinj shqiptar që jetojnë në Holandë, duke forcuar lidhjet mes komunitetit shqiptar dhe atij akademik dhe profesional europian.